Tashmë e bërë njohur kanali anësor në hyrje të fshatit Bori Çimall në bashkinë e Malëzisë Madhe prej kohësh është kthyer në një landfill mbetorinash. Prej vitesh kjo zonë dotet nga banorët e zonës me mbetorina të ndryshme inertë dhe urbane. Ndërhyrjet për largimin e mbetorinave duken pa mjaftueshme pasi situata vjen të jetë e njëjtë. Banorët e paranojnë se janë vetë ato që ndotin ambientin, pasi sipas tyre mbetorinat nuk kanë ku t'i hedhin. Po toni hedhim në një tu, ku me shu me i dje kanë mbetorinat varë njerëzit liksin, edhe du të me qitë dikuni në kazanat herë e hezone, do di ka pastrufët të nasë mëni pastrojnë, se janë 400 shpi këtu më në burë. Det Ftoni, i cili jeton vetëm pak metra larg kësaj zone, thotë se ndotja po bëhet e padurueshme. Sheko kom shpinë, jo ba me lësho shpinë. Pelome vete pej tonazë gjanave në tu. Mërë janë cofte, mërë qasjesin në tu, qasjesin. Tonë katuni, këtu, ne këna thonë, kanë nërë bashkia, për çdo ditë vine i bashkojmë, për çdo ditë vine i bashkojmë, asë një orë, nuk e presin për e qesin tonë katuni në tu. Këtu kishte me vjetë, për çdo shpi me shkue, për çdo natë me i fjallë për shkue, ose në këtë 2 ditë, vete me i marrë me paguaj, se cila shpi për shamë, masi komuna nuk ka investim, pa thomë që s'ka, mos i këna marrua me tona, me shko për çdo ekonomi, ka 2000 lekë në muaj edhe me amarset si se ekonomi të shpia, ju me bajshtu. Për çdo ditë vine, i marrin, asë gjysoj se përnojnë parë me kamion e shgarkojnë i du. Tonë katuni i du banë. Ndërsa situata bëhet edhe më e vështirë kur mbetorinave ju vihet zjarri. Po të e shesjen të i digë. Në kur nezin jetë ose tatësin e madhe, kur nezin, unë detyrova me mjullë dyre dritaret tonë qashtë. Unë e kojshisht, se s'ka burna në cërë në këtë benë. Ate jo, në kape apendemia, qësë në kape apendemia me këtë saj punët. Nësë usë pa di që kam e dhanë. Maset, 4-5 era, 6 kam dalë intervjisë një do, për që me kam e folë. Vinë bashkis, i mërna ditën, vinë nëzët, sa i kunatazën, vinë i hedhin një do. Si zgjidhje për frenimin e kësaj ndotje midisore, banorët shohin xhobitin e atyre personave që depozitojnë mbetorinat në kanalin anësor të rrugës.